Kafe Shqeton, Syri Televizion, Syri FM 89.8 MHz, po ashtu live streaming në YouTube gjatë gjithë kohës dhe në syri.net. Ndërkohë që kemi një temë shumë interesante për ditën e sotme, absolutisht lidhet me protestën. Çfarë lloj proteste na duhet? Lloj. Ju presim të na përgjigjeni në 069 27 22 27 2. Të komunikojmë së bashku nëpërmjet mesazheve ose telefonatave. Dhe ta kuptojmë mbi gjitha çfarë lloj proteste na duhet ditën e sotme, miq të dashur, pas atyre çmendurirave të lllatashme të pakrahasueshme me asgjë tjetër që kanë filluar të ndodhin gjithmonë më rregullisht në këtë vendin ton që nga shkurti e kthej, po si e mbrojtën Belinda Ballukun dhe tani gjithçka po ndodh, vetëm atë mos ta përmendim, po s'rri dot njëra pa e përmendur. Nuk rri dot. Nuk rri dot. Fansja më e zjarrtë e Belinda Ballukut pa e përmendur është Zeqinea, e cila e përmendi dhe sigurisht bëri gati edhe Shkopin, sepse jo fundi. Atë lutem pesën. Jo vetëm Shkopin, po dhe një retorik therse, siç e karakterizon her pas here. Është letrare e madhe. Nuk e Ca frymëzimi që kishte këtë herë ca GDP-a. Po. Burosh mall të madh paske për zonjën Balluku, por ta siguroj që ti lutesh Zotit edhe disa seanca mos të vi zonja Balluku, se po erdhi ajo, s'do gjesh brim ku të futesh olumat, se është e vjetër ajo. Ti trego ato historit me tezën e me Fariun, më bukur nga gjitha ajo. Fillimisht çat GDP-a. E ngatroj me prodhimin e brendshëm bruto. Po, e ngatroj me GDP-n. Sepse nuk është konsultuar me Neo Malsoren, që e ka ditur që 13 vjeç ajo se ç'është. Ky është aq budallik mënyra si flet kjo, sa unë tash as nuk e mbaj mend si është emri i vërtet i platformës inteligjencës artificiale. ChatGPT. Okej, por prap kjo të vën dilema ekzistenciale. Këto si herën e kaluar se si lexohen numrat. Megjithatë, për herë ndodh. Nuk është vetëm kjo kaq serioze në budallikun e vet, edhe kaq e talentuar. Bora Muzhaqi ka që ditën e parë që është kështu. Ka mbajtur kurorën. Bora Muzhaqi është, nuk e di, domethënë, si gjurmë në borë është. Ditën apo natën e parë? Greta! Jo, nuk është ai konteksti, ka patur... Edhe Greta më në fund u bë dora jon dakord, mirë se erdhe në grupin e batutave të pakëndshme, ta dëgjojmë pak Bora Muzhaqin, e cila ka ngatruar plotësisht e shkreta, e varfra, korba, rritjen ekonomike, se të na e shpjegoti ku dallon si financiere e kulluar që je, ku dallon rritja ekonomike me prodhimin me GDP-n? Me prodhimin e brendshëm bruto. Ku dallon? E kuptova. Jo, mendova se do më jep. Për leksion. Mendova se do më jep atë shpjegimin e thjeshtë. Të tipit. Diferenca nga viti në vit e GDP-s është rritja ekonomike. Yes. Po të shohim çfarë mendon Bora. Imagjinatës, por realiteti dhe faktet janë shumë kokforta. Në 2013 rritja ekonomike ishte 10 miliardë euro. Sot që flasim është 27 miliardë euro. Dhe patjetër që ky prodhim i brendshëm bruto nuk është diçka e cila ka ndodhur rastisht. Është diçka që vjen si pjesë e reformave që janë zbatuar. E njëjta gjë lidhet me të ardhurat për frym. Ndërkohë që kur morëm qeverinë ishte 3.000 euro. Tashmë jemi 11.000 euro. Thjesht fakti, një sekond, more njerëz në këtë vend ka marr Bora qeverinë, mojti. Kur morëm qeverinë aty. E mori, Flavio. E mori dhe... Ne duhet kemi kujdes, duhet lajm gojën me shampo, para se të flasim për Borën. Eci me të tjera mesazhe. Për ta cituar. Eci me të tjera mesazhe.